Në gjykatën themelore në Prishtinë ka vazhduar gjykimi Milun Milenkovićit, Lune Dejan Pantiqit, Aleksandr Vllaiqit dhe Miomir Vakishit, të cilët akuzohen nga Prokuroria Speciale për sulmin terrorist në ambientet e Komisionit Komunal Zgjedhor në Mitrovicën e Veriut me 6 dhjetor të vitit 2022. Sot u paraqiten prova materiale dhe prokurori paraqiti fotografi dhe një video me detaje inkriminuese, si dhe korrespondencën e Aleksandr Vllaiqit, i cili sipas prokurorit shpërndante detyrat përmes mesazheve. Avokatët mbrojtës paraqiten një sër kundërshtimesh si për vlefshmërinë dhe besueshmërinë e provave të paraqitura, ashtu edhe për disa lëshime dhe veprime të prokurorisë dhe policisë gjatë procedurës hetimore kundër 4 të akuzuarve. Milun Milenković dhe Aleksandr Vllaiq janë në paraburgim, ndërsa të tjerët mbrohen në liri. Ministri i Punëve të Jashtme i Serbisë Marko Gjuri tha se kryeministi i Kosovës në mandatin teknik Albin Kurti në veprimet e tij ndaj serbëve në Kosovë barazoi veten me dahiun turk dhe se po merret me shtypjen e çdo leadershipi midis serbëve. Gjuri deklaroi në një intervistë për Kurir se Kurti nuk është demokrat, por me etno-nacionalizëm me një dozë shovinizmi. Ai nuk është i vjetër në moshë, por me mentalitet. Kurti dhe regjimi i tij i përkasin të kaluarës, tha Gjuri, dhe theksoi se ai nuk e shet të ardhmen e popullit serb dhe atij shqiptar në konflikt, por në respekt të ndërsjellë. Zyrtarja e Partisë Demokratike të Kosovës, Lora Qitaku, shkroi se derisa Albin Kurti po mban peng Kosovën dhe krijimin e institucioneve të reja për shkak të tekave dhe egos së tij të paarsyeshme, mbërrin lajme se presidenti i Serbisë pritet të takohet me presidentin e Shtetet Bashkuara të Amerikës. Në një postim në Facebook, Qitaku e krahasoi situatën në Kosovë me atë në Serbi dhe tha se lëvizja vetvendosje dhe koalicioni i tyre sillen si fëmijë të llastuar, duke kujtuar se Kosova është ende pa asnjë komunikim me Washingtonin dhe se është nën sanksionet e Bashkimit Evropian. Çështja e mbylljes së njëanshme të institucioneve serbe nga autoritetet e Kosovës, e cila dënohet nga Bashkimi Evropian sipas profesorit universitar në Prishtinë dhe ish diplomatit Blerim Canaj, mund dhe duhet të zgjidhet përmes dialogut, që kjo të ndodhë, thot ai. Bashkimi Evropian duhet të ushtrojë presion mbi të dyja palët, tema të cilat sipas Canajt nuk duhet të përdoren për të fituar pika politike. Koordinatori i Konventës Kombëtare për kapitullin 35, Dragisha Mijačić, thot se çështja e funksionimit të institucioneve në Kosovë që financohet nga buxheti i Serbisë është shumë komplekse dhe se të tre palët, Beogradi, Prishtina dhe faktori ndërkombëtar, duhet i qasen asaj me një rol konstruktiv dhe zgjidhje krijuese në mënyrë që të plotësohen nevojat e qytetarëve në radhë të parë dhe jo të luajnë lojra politike. Albert Krasniqi nga Demokracia Plus kritikoi vetvendosjen për sjelljen e saj në Kuvendin e Kosovës, ku dje si shtotaj seanca u ndërprej në mënyrë arbitrare dhe metodat e votimit e propozuar nga vetvendosja një përpjekje për të manipuluar rezultatin e votimit të deputetëve për të kontrabanduar fshehuarazi zgjedhjen e Albolena Haxhiut si kryetare të Kuvendit. Ish deputetja Alma Lama tha se dje, ashtu si në seancat e mëparshme, u vërtetua se lëvizja vetvendosje nuk ka respekt dhe parim demokratik dhe se përpjekja për të futur në votim të fshehur në mes të seancës është plotësisht e papranueshme. Me rastin e raportit të Reporterëve pa kufi, i cili regjistroi një rënje drastike të listës së medias në Kosovë, flutur akusari nga Qendra Europiane për Lirinë e Shtypit dhe Medias, bëri thirrje për formimin e menjëhershëm të Komitetit Kombëtar për Lirinë e Medias dhe Sigurinë e Gazetarëve. Kusari përmendi sulmet politike ndaj gazetarëve si arsye për rënjen e shikueshmërisë, veçanërisht akuzat e pabaza se ata bashkëpunojnë bashkëpunëtor me armikun, punën e radio-televizionit të Kosovës, ligjin kontravers për Komisionin e Pavarur të Medias, bojkotin e medias nga Kurti para zgjedhjeve dhe një sër problemesh të tjerash. Sipas të raportit, vetëm në 3 vjet Kosova ran nga vendi i 56 në atë të 99 në indeksin e lirisë së medias dhe renditet më ulta në Ballkanin Perëndimor dhe Europë.
Sot Albin Kurti refuzoi të përgjigjet pyetjeve të gazetarëve për të komentuar këtë raport. Moti me diell dhe shumë i ngrohtë në Serbi të shtunën dhe të dielën do të fryjë redop deri mesataren nga jugperëndimi dhe pritet thojë në fillim të javës së ardhshme. Temperaturat e mëngjesit nesër do të jetë nga 6 deri në 14, kurse ajo më e larta ditës nga 25 deri në 30 gradë Celsius.